Ish prokurori i Durrësit i shkarkuar nga vettingu Arjan Doja dëshmoi për atentatin ku mbeti i plagosur, ndërsa viktimë përfundoi Andi Maloku, shoferi i tij. Ai rrëfeu për gjykatën e posaçme se më 1 nëntor të 2019-s mbante statusin e magjistratit, ndaj organizimin e atentatit e sheh të lidhur me figurën e tij si prokuror. Për këtë çështje është ekstraduar nga Dubai Plaren Dervishaj, që akuzohet si porositës i krimit, së bashku me Julian Meçen, të cilin SPAK e akuzon si një nga autorët e ngjarjes. Të tre u ballafaquan në sallën e gjyqit, ndërsa tensionet ishin të shumta. Fizikisht njoh vetëm këtë njeriu këtu, Plaren Dervishajn. Kam qenë në një takim një herë me një avokat. Unë motivin dua të di. Kam dëgjuar nga shtypi, nga shkresat që më keni nisur ju, por nuk e di pse e kanë bërë. Nuk i kam borxh askujt. Më intereson arsyeja. Edhe sot pas 6 vjetësh të dal dikush të më thotë se çfarë borxhi u kam. Unë vetëm një shqetësim kam pasur në atë kohë, deklaratat e drejtuesve të qeverisë, sepse mendoja që mund të më vinin operacionalen ose të më bënin presion me vettingun. Të vetmet lëvizje mashtruese që kam bërë në atë kohë ka qenë për të evituar operacionalen, është goditur prokurori, jo Arjan Doja. Arjan Doja ja ku është? Pyetjes së avokatit të Plaren Dervishajt, se pse dyshon që është goditur për shkak të detyrës, Arjan Doja i përgjigjet. Në momentin e atentatit ishte një makinë pas nesh, unë i kam parë në video me sy jo. Mjeti erdhi nga pas, nisën të shtënat mbrapa, pastaj doli në krahun tim dhe ka gjuajtur. Shoferi i ndjer rriti shpejtësinë dhe ngadalsoi kohën. Në momentin e ngjarjes nuk e sheh dot kush të gjuan. Mjeti ishte imi, ishte lehtësisht i identifikueshëm. Unë kam ekzistencën e faktit, po të donin të gjuanin një nga personat e tjerë në makinë, do e kishin bërë, jo me mua. Nuk është e thënë që të kesh konflikte të gjuhesh me armë. Të shtënat kanë qenë nga 2 armë, se dallohet zhurma e ndryshme. Kanë qenë të shtëna me plumb tek, por jo breshëri. Vetëm 3 minuta kam qenë koshient, jam rrëzuar në tokë pasi dola nga makina, isha pa ndjenja 6 deri 7 minuta dhe e kam parë veten në spital. Në automjet, ditën e ngjarjes, ishte edhe Aleksandër Laho, që njihet edhe si Rumish Jakut. Në fund, prokurori SPAK Adnan Xholi e pyeti kolegun e tij të dikurshëm nëse dyshon se atentati ndaj tij ka prapavi politike. Arjan Doja tha që nuk ka djenie. Ish prokurori tashmë është deputet i Partisë Demokratike, dal nga zgjedhjet e 11 majit.